Përshëndetje dashamirës dhe dashamirëse. Mirë se erdhët në podcastin e Pro Barbers. Profesor Albi dhe i famshmi më i famshëm në Shqipëri, profesor Lucien Bisha. Si që thamë herën e kalume, do japim me edhe do zgjidhim hallet e jetës. O sa u bë? Jemi në fazën ku njerëzit kanë shumë halle dhe duan që t'i japim zgjidhje. Po mirë. Hallet e njerëzve dakord jam. Po hallet tona kush? Apo mënyra më e mirë për të harruar hallet e tuaja është merresh me hallet e tjetrit. Që kështu domethënë është funksionale, ja sugjeroj të gjithëve domethënë që sa më shumë të merren me hallet e huaja, që të harrojë të tuajat. Kjo është domethënë. Në rregull. Kush o halli më i madh që kanë njerëzit? Lego, profe? S'kan lek? E di ku është e lezetshme e punës legut, se gjithmonë njerëzit e lidhin me punën. E bëjnë veten sikur janë nevojtar të punës. Thos s'ka punë, duhet me punu. Edhe gjithat problemin e kanë ke leku, edhe arsyetojnë me pjesën e punës. Pse nuk thonë që s'ka lek? Pse nuk thonë, shiko, nuk ka dalë kot ajo shpreha. Punë ka, po nuk ka profesionista. Kjo është që e drejtë fare. Pjesa punës në kohët e sotme është kthyer me një lloj skllavërie, domethënë se si thuhet që çdo epokë ka skllavërinë e vet. Skllavëria e tashishme është pjesa punës. Domethënë serviret puna si pse po e quan si skllavëri? Po sepse i serviret puna njerëzve si diçka e mirë, i serviret, domethënë benefitet e punës, duhet të punosh, është e mirë. E di kush është e mirë? Tregtia. Kjo ka funksionuar gjithmonë si liri për njeriu. Domethënë njeriu ka qenë i lirë për sa kohë është marrë me tregti. Okej. Momentin që ti je vartës, je nën shikimin ose e dikujt tjetër, ti je thjesht një skllav modern. Domethënë sa nuk ke mirë menduar dhe thellë kjo, nuk ke asnjë lloj benefiti dhe nuk ke asnjë lloj zgjidhje për jetën tënde, normalisht që do kesh gjithmonë pjesën e problemit lekëve. Kjo varet gjithmonë me njerëz, sepse ka shumë njerëz për shembull që nuk është se nuk e mendojnë këtë që themi ne, po thjesht nuk e kanë guximin ta bëjnë. Ka shumë njerëz që se kanë guximin të bëhen tregtar, po thjesht rinë aty ku janë sepse nuk guxojnë dot. Ke edhe shumë njerëz që nuk e kanë atë vizionin për të bërë tregtar, po thonë jam mirë këtu sepse kam për të bërë këtë, kam për të paguajtur këtë, kam për të paguajtur këtë. Ke edhe njerëz pastaj që i pëlqen comfort zone, që mjaftohen me aq sa ti japësh, që i pëlqen që të jenë të mbikëqyrur. Jem super rat. E ke menuar një herë fiks fare se çfarë është shqetësimi më i madh që ka njeriu? Domethënë thjesht me mendu thellë kush është shqetësimi, sepse po the paraja nuk është shqetësimi. Jo, nuk është. Tashi realisht me veten tate. Po ja, ta them mund çam erdhi, nuk është se e kam menduar ose jam futur shumë thellë, po gjë e parë që më erdhi në mendje është qetësia / lumturia. Fiks. Këto dyja. Domethënë shqetësimi më i madh i njeriu, pas hulumtime shumëta që kanë bërë njerëz që kanë pas kokën më të madhe se jonë. Më të madhe se imja se besoj të kanë pas bërë. Kanë arritur domethënë atë konkluzionin që largimi i shqetësimit është gjoja që i shqetëson njerëzit më shumë, domethënë është shqetësimi. Si sot në ditët e sotme se pjesa e stresit, domethënë është fjalë domethënë që ka dalë nga vitet 60-70 jashtë Shqipërisë. Se gjitha fjalët. Jashtë Shqipërisë dhe më pas është importuar domethënë Shqipëri për demokraci. Momentin që ne hym në demokraci, njoftëm fjalën stres sepse në Shqipëri nuk ka pas para 90-s stres. Nuk ekzistonte stresi. Edhe ishte shumë e rrallë njifshe me njërin që kishte vdekur se kishte pushuar zemra. Kështu tash ke dot për këtë kohë, çdo komshi, domethënë çdo kat se ke kaj komshi që ka pushuar zemra. Po.
Se zbë. Po edhe nëse se ke, deri tani duhet ta kesh sot. Ose nesër. Zbëhet fjalë. Që kështu domethënë largimi i shqetësimit është një nga problemet shqetësimet më të mëdha që ka njeriu. Dhe unë vetë domethënë si individ nuk kam gjetë domethënë mënyrë më të mirë për të larguar shqetësimin se sa të pajtohesh me ata gjëra që ty të ndodhin. Domethënë është pak domethënë religjioze pjesa e kuptimit të kësaj, po nëse ti pajtohesh me gjërat që të ndodhin, me gjërat që ti ke, me gjërat që ti mendon të vinë bën, atëherë ti nuk do kesh asnjëherë shqetësime. Mendoj që është pak e vështirë kjo pjesë. Dhe jo është e vështirë pjesa që ti të pajtohesh me gjërat që të ndodhin. Po është e vështirë që ti ta kuptosh njërë si koncept këtë gjë, sepse po e kuptove si koncept, kjo është më shumë se gjysma e punës. Si na thoshin të shtëpisë për shembull kur fillonim shkollën, edhe merrim notë mirë në fillim. Fillimi i mbar thoshte është gjysma e punës, kështu është edhe kjo. Po e kuptove këtë si koncept, që ti duhet të bësh paqe me gjërat që ty të vinë në jetë. Atëherë kjo të bëhet lifestyle, dhe ti vazhdon edhe qetësohesh vetë. Po pjesa më e vështirë është që ti ta kuptosh, sepse çfarë bëjnë? Njerëzit dramatizojnë pothuajse çdo situatë që i vjen. Dhe janë të pakta ata njerëz që bëjnë paqe. Dhe këtë pjesën e dramatizimit e kanë parë nga prindrit, e kanë parë nga shoqëria, e kanë parë nga njerëzit, e kanë parë nga televizionet, e kanë parë nga të gjitha, dhe duke e parë këtë pjesë, normalisht që ashtu do ta bëjnë edhe ata. Sepse shumica e njerëzve e dramatizojnë situatën dhe nuk bien në paqe. Unë mendoj që do një kohë shumë gjatë dhe pafund punë me veten çdo individ që të mund të arrijë këtë pjesën e rënies në paqe me gjërat që të ndodhin. Sepse nëse e bën këtë realisht, heq pothuajse 80% të halleve që ty të bien, e kupton? Edhe të shqetësimeve që ti ke, dhe thjesht e fle mendjen e thua, it's okay, kjo gjë ndodhi. Nëse do vi një gjë më e bukur, e kupton? Po e kërkojnë njerëzit realisht, domethënë që sa veta njeh ti për shkakun që kërkojnë të marrin diturinë rreth largimit të shqetësimeve që kanë. Asnjë, me thënë drejt. Unë për shembull njoh vetëm njerëz që hidhen në veprim ose kalojnë pesimizëm, nëse ata i kaplon domethënë pjesa e shqetësimit të jetës. Po. Domethënë ose hidhen në veprim për të bërë gjëra të pamenduara, bëjnë gjëra që as vetë nuk e dinë se çfarë rezultati do të kenë. Edhe në fund gabojnë. Ose janë nga ata që nuk kanë fuqi të bëjnë asnjë lloj gjoje dhe thjesht ulen diku aty dhe presin që të vdesin aty ulën. Kurse pjesa e asaj që të mësoj njeriu me qëra mohabeti ke mësimit, çfarë mendimi ke për këta mentorët që kanë dalë tash që japin mend kështu? Mentorët që japin mend. Unë personalisht nuk kam qenë në asnjë nga ato klasat e famshme të këtyre. Po me çka kam parë kështu pjesë shumë të shkurtra që hidhen në për ndje mirë. Thuaj ndje mirë. Edhe unë. Si ti. Po ta them unë. Për tjerë unë kam ndryshe. Ndje mirë. Për mua jam totalisht budalliqe. Po ke njerëzit nuk e di domethënë, ke njerëzit ndoshta funksionojnë si gjë, ndoshta njerëzit kanë nevojë që dikush t'i thotë që ndihet mirë dhe ai ndihet mirë ndoshta. Për shembull Lezim, si ja bë me t'i largu hallet e shqetësimit si mentor? Shiko, tani që po flisje për këtë, është më erdhi në mendje një pjesë nga Herkuli. Po. Kujtoja se ishe i madhi të mëdhenjve, i tha, po ti që nge i madhi i budallënjve. Domethënë mjafton të gjesh një tuf me budallënj, dhe ti të tregosh që je më i madhi i budallënjve, si bëri Herkuli. Kështu që mbaj mend domethënë që mas demokracisë, domethënë kur fillon ata firmat piramidale të u hap. Po, Sude, si kishte Sude, po. Xhaferi, Simitja, se s'kishte lloj emërsh. Edhe sa fillon ata duke u hap ata
firmat piramidale, fillu njerëzit aty duke fut lek, edhe i thot ai të jap 2 fish, 3 fish. Do të thonë edhe tipte një cop letër me shkrim dore, edhe thote që sa lekë sjell? Ai thote 300.000, 900 për i muaj. Merr këtë letrën këtu dhe i shkruante 900.000 lekë me shkrim dore, ne i jepte letrën dorë. Edhe i merrte 900.000 lekë. Edhe 900 i thote ai numroj, ndërkohë që ky tipi kishte shit shpinë, a kupton? Edhe i thote numroj lekët. Po ç'a thoti ti e çunit zonit mos e vrit në fare, kapte qesën aty në udhë aty në dhomë, ndërkohë që dhoma aty brenda ishte plot me topa qesësh me lekë, kupton? Ku janë këta njerëz valla? Se ja e marr blogun kështu gol. Shkoj e bliki në sreti blogun. Tashi kemi 2 kategori njerëzish me që do ta shtjellojmë këtë punë, se tham që kena filluar me çaj madhe. Janë 2 kategori njerëzish. Është pjesa kategoria parë janë këta që kanë fut lekët. Këta i ke shumicën i kanë tufin dhe në sharr. Janë të ndarë. Po. Do të thonë ca i ke me pushim zemre, ca i ke me paraliza, ca i ke me të hudhme nga balkoni, masi humën lekët. Kurse pjesa tjetër ka nevojë me të tregu vllai se ku janë si shefti, e kupton? Ndërtesat larta e gjëra gjithanë, e kupton? Kjo është pjesa tjetër, domethënë. E kuptoj. Kështu kjo ishte domethënë pjesa e Shqipërisë, po është për tu habit si shtetet e tij që ka gjithmonë njerëz vëlla që të pasojnë, njerëz që i besojnë këtyre gjërave. Domethënë normal që dalin njëri aty të thonë që firmat piramidale janë të mira, po, normalisht që do investoj njerëzit, e kupton? Plus që shumë njerëz e bën edhe me provë. Futën një herë, kak morën mrapsht edhe herën e dytë. Kanë përdorur një lloj strategjie edhe ata, se s'kan qenë. Po e forta ishte vëlla që firmat piramidale ishin bën gjithë vendet e Ballkanit. Përfshi edhe shtetin ton të afërt grek këtu. Komshit ton këtu. Ja Sorefile. Po. Edhe neve këtu në Shqipëri nuk e kishim marrë vesh. A kupton? Çudi. Sepse jemi diedashës. Ne nuk e lëm dijen me ram tokë. Ne e lëm në ajër. Asnjëherë. Edhe kjo është arsyeja sepse po se zbritëm dijen tokë, nuk e kapim dot. Edhe e morën vesh gjithë dynjoja që firmat piramidale ishin me të futme, e kishin hongër të gjithë. Edhe shkum tha ta e me dhe nejtë si dijet mëse janë të mirë. Pa hongër mirë, se mrave u hapën dep të armëve, vranë njëri tjetrin, se s'kishin më që legu. Edhe kështu shkoi historia e Shqipërisë vllai. Do të thotë dhe ti vret mendjen tash, pse shqetësohem unë? Po si të kesh fare fis, të kesh gjyshër, prindër me drasa mongut për firmave piramidale. Çfarë problemi ka këtu tash? Tash je thjesht një dras e hequr më shumë, a kupton? Kjo është domethënë e gjithë pjesa e historisë. Po shumë e çuditshme pjesa e kësaj. Tash i tham që pjesa e punës ishte skllavëri. Po. Edhe ne jemi të do ta kthejmë tani prapë mohabetin te para, sepse nuk e shtjelluam aq sa duhet atë të parën. Çfarë mohabeti? Pjesën e skllavërisë pra të punës. Atë po folim. Pra? Edhe se dolëm nga dega ndër. Pjesa e asaj që na intereson neve është pjesa e berberonës. Domethënë çunat që merren me këtë profesion normalisht që detyrohen të punojnë diku. Dhe unë normalisht me eksperiencën time, që kam domethënë si njeri që mund të kem punu këtë tjerët ose më ka përbas jeta me situata të ndryshme, nuk ka sklav më të mjerum se sa berberi që është i punon te një berber. Është një lloj skllavërie, më mirë domethënë bën një lloj pune çat dushti, shit damote kastraveca ke cepi rrugës, se sa të punosh domethënë ke tjetri, jo se nuk ka njerëz të mirë. Domethënë mund qelloj në një, a kupton? Në një tek këtu, në një mund qelloj. Por janë njerëz, nuk e di domethënë çai kap kjo pjesa berberones i kap ta berberat bën kështu njerëz ziliqare, njerëz me një lloj sikleti kur shohin tjetrin
kur punon më mirë, kur rom i sjellshëm, kur klientët e duan, kur tjetri le bakshish, kur mba kontakt me klientët. Do të thonë gjitha gjërat bëjnë atë berberin, atë pronarin atij dyqani që të ketë një lloj urrëtie dhe dashakesie ndaj këtij punëtori. Shiko, kjo prap vjen, se po I futëm kështu edhe unë pak se thellë tani. Kjo prap vjen me rob. Do të varet se sa ziliqar është ai për punëtorin e vet. Edhe pse nuk ka asnjë lloj arsye në botë që të jesh ziliqar se në fund ditës ti e ke punëtorë. Të pëlqeu e mban, nuk pëlqeu nuk e mban, ti është e heq. Por e kanë pak në përgjithësi njerëzit këtë që kur shohin paktën njerëz që janë më të aftë se vetja, ose njerëzit e tjerë I duan ose I preferojnë më shumë se sa ai, fillojnë edhe sulmojnë, fillojnë e bën të këqij, fillon I hipën ajo tamaja e keqe dhe thotë prit tani, ky po bën lek në dyqanin tim ose ky po bën klientelën në dyqanin tim, plus që mendimi I parë pa e punësuar dikë, pa e punësuar tjetër, mendimi I parë I një berberi është që ky mua do mbjellë klientelën. Në momentin që ti nisesh me këtë lloj mendimi, nuk ka se si të shkojnë gjërat mirë. Domethënë që duhet të jesh pozitiv që në fillim thuash o vlla jepi rahat, nxjerr lekun tënd, nxjerr dhe lekun tim. E kupton se në fund ditës gjithë berberat që punësojnë janë 50 me 50, po hap 50% krave të atij. Dhe duhet biesh në paqe me këtë pjesën. Ai mund të vazhdojë me klientelën e vet dhe të bëj çfarë doj. Ti po I merr 50% të hakut, pse? Sepse ke bler një karrige 450.000 lekësh aty dhe një pasqyrë 15.000 lekësh. Duhet ta nisësh me mendimin e mirë, duhet ta nisësh me pjesën ta shohësh si biznes dhe mos e kthe nga ana personale. Nëse e kthe nga ana personale, për mua je I paaftë. Nëse ti ke dyshime tek ajo që ti bën vet dhe ke frikë mos vjen tjetri të marrë ty klientelën, nuk je për atë punë. Ata bëj pyetje valla kështu, e ke menduar ndonjëherë shkakun kryesor? Se jo shkakun për shembull që I merr klientelën këtu, jo këtë arsye. Shkakun kryesor pse berberat janë kaq të këqinj, pse janë njerëz domethënë me një zili të papar, nuk po flas për gjitha. Jo, normalisht. Nuk ka pyll pa dera, I thonë, ndërkohë derat në këtë rast janë të mirët. Po muhabeti është që thjesht domethënë a ke menduar ndonjëherë arsyeën e vërtetë pse ndodh, sepse unë e kam menduar dhe kam arrit me një konkluzion domethënë. Unë jam shumë kurioz se më thënë drejtën, unë mendoj ndonjëherë që I hyj thellë gjëve, po jo kaq thellë sa I hyn ti. Kështu që nëse ti nuk e di domethënë, dhe nëse ama që po, më fal që ndërpres, vërtet që janë ziliqar, që janë ekstrem ziliqar, madje edhe për berbera që nuk I njohin, kjo është shumë e vërtetë. Kudo të shkosh në një berber të ri, edhe ti je ti klienti për herë të parë që shkon tek ai berber, gjëja e parë që do bëj është që do të shaj qethin që ka bërë berberi më përpara. Është gjëja e parë pa e njohur fare. Që ngrihet mbi kurrizin e tjetrit. Është gjëja më e shpifur që bëjnë njerëzit jo vetëm në këtë profesion, por në të gjitha profesionet edhe në jetë. Kjo është gjëja më e shpifur, po berberët e kanë kështu si pikë kyçe. Këta çfarë qethi më vllai, kush ka qethi ti më vllai? Mendon se do fitoj reputacion, do fitoj vëmendjen, do fitoj klientelën duke u ngritur te tjetri, gjë që është shumë e ulët për të bërë. Do të them arsyeën pse berberat janë në këtë lloj mënyre, pse janë tillë njerëz, edhe ta marrin vesh që të gjithë. Ta marrin vesh që të gjithë. Pjesa dërmuese e berberave në Republikën e Shqipërisë janë të parësimuar. Shumë e vërtetë. Domethënë, shumica e berberave me keqardhje janë njerëz që nuk e kanë frekuentuar shkollën, janë njerëz që janë me rreth shoqëror të cunguar, janë me aktivitet shoqëror, familjar, social të cunguar dhe mbi të gjitha kanë një distancim dhe një shkputje të veçantë me librin. Domethënë e kanë domethënë mirë që linde budalla. Po të paktën mos vdesësh, por si thotë Remarku, po të lindesh budalla, thotë durohet, po të vdesësh nuk durohet. Nuk durohet. Kështu linde budall, po të paktën mos vdes si tillë, domethënë është përtar keq që berberat janë armiq të diturisë, janë mbartës
të thashethemeve, fjalëve të këqija, sepse çka ka, ku është dallimi midis një berberi europian, midis këtij berberi dhe berberi shqiptar. Domethënë ku është dallimi? Dallimi vjen sepse ai e përdor profesionin e berberit për të lehtësuar dhimbjen e dikujt. Okej. Për ta këshillu dikën, për t'i bërë mirë dikujt, për të kriju një rreth shoqëror më zgjeruar me këta njerëz. Domethënë për t'u kënaqë veten e tij. Po. Kurse në Shqipëri është e kundërta. Ky njeri përgojon vetë klientelën e vet. Domethënë shan klientin paraardhës me klientin pasardhës dhe vazhdon dhe përdor atë fjalorin e pisët që është i padurueshëm domethënë me një rreth tillë shoqëror. Javës që vjen kemi në diskutim halle të tjera dhe do i zgjidhim që të gjitha. Ne do flasim vetëm për halle. Për halle. Do miksojmë në çik me profesionin tonë. Po do flasim vetëm për halle dhe si t'i zgjidhim. Po do t'i zgjidhim që të gjitha. Që kështu na ndiqni herës tjetër sepse është halli më i madh, nga radha në radhë zmadhohet halli.